Ndeshja së shtunës së luajtur në stadium Iliri Ballabani mes ekipit të futbollit Borreli dhe Ilirisë së Fushkrujës ka përfunduar me rrjete të paprekura. Takimi u mbyll me rezultat të barabartë pasi asnjëri nga ekipet nuk arriti të gjente rrjetën e portës kundërshtare. Për klubin e futbollit Borreli ashtu si dhe për ballit e tjera edhe ky takim u zhvillua në kushte të tensionit për shkak të gjykimit skandalos të mbajtur nga gjyqtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit si rezultati i kontestimeve që pati ndaj tyre her pas here. Gjyqtari kryesor Mehmet Koçi u konstatua nga vendësit në disa raste për shkak të arbitrimit të tij skandaloz në favor të miqve. Megjithatë, Borreli pati në pjesën e dytë një panoramë më të mirë loje, me disa raste që rrezikuan portën e Ilirisë, por këta të fundit ishin fokusuar për ta mbajtur me çdo kusht rezultatin e barabartë, i cili u vlen më shumë se ekipit matjan. Ky barazim pa gola i largon Borrelin me 2 pikë nga Iliria, e cila ndodhet në vendin e 4 me 34 pikë, ndërsa matjanët vijojnë të mbetën në vendin e 6 me 32 pikë. Të gjitha takimet e javës së 25 u luajtën këtë të shtunë, teksa rezultatet ishin Skënderbeu Lushnja 2-0, Laçi Apolonia 2-1, Pogradeci Korabi 4-1, Kastrioti Besa 2-3, Borreli Iliria 0-0 dhe Kukësi Luftëtari 0-0.